imagjinojnë arsimin në vitin 2031, një shkollë ku secili ndihet i dëgjuar, ku mësojmë jo vetëm për nota, por për jetën, ku teknologjia na ndihmon të krijojmë, jo vetëm të klikojmë, ku çdo fëmijë dhe i ri ka shansin të aftësohet dhe të drejtohet drejt tregut të punës për të realizuar ëndrat. Gjithçka fillon herët. Arsimi parashkollor është hapi i parë drejt një të ardhmen më të sigurt. Kur fëmijët mësojnë përmes florës, për kujdesin dhe dashurisë, ata rriten më të përgatitur, më të sigurt dhe më të gatshëm për jetën. Mësimi cilësor nuk është vetëm libra dhe teste. Është atëherë kur mësimet janë më interesante, më praktike dhe gjithashtu na bëjnë të mendojmë ndryshe. Atëherë kur mësuesit na nxisin të krijojmë, të pyesim dhe të besojmë te vetja jonë, sepse në fund ne nuk po mësojmë vetëm për një provim, po mësojmë për të ardhmen tonë. Bota po ndryshon shpejt dhe arsimi duhet të ecë me të. E ardhmja ka mbërritur. Digitalizimi dhe inteligjenca artificiale po ndodhin tani. Ne duam shkolla moderne, akses në internet për të gjithë, aftësi digjitale dhe përdorim të përgjegjshëm të AI-t. Jo vetëm konsumues të teknologjisë, por dhe krijues të saj. Shkolla duhet të na ndihmojë të kuptojmë se kush jemi dhe çfarë duam të bëjmë. Të na mësojë si të komunikojmë, të punojmë në ekip dhe t'u japim zgjidhje reale problemeve duke përdorur mendimin kritik. Duhet të na ndihmojë të orientohemi në tregun e punës, sepse ëndrat kanë nevojë edhe për drejtim. Një shkollë e mirë është ai vend ku askush nuk thyet jashtë, dhe të gjithë ndihen të pranuar, dëgjuar dhe të respektuar, sepse mirëqenia emocionale ka po aq rëndësi sa mësimet, sepse kur ndihemi mirë, mësojmë më mirë. Strategjia për arsimin 2026-2031 nuk është vetëm për ne, por edhe për brezat pas nesh, për zërin ton, talentin ton dhe të ardhmen ton. Sepse arsimi cilësor nuk është privilegj, por e drejtë për çdo fëmijë të ri dhe të re. Dhe kjo ardhme fillon sot, bashkë.